LDK-ja, siç e dini, në zgjedhjet e përgjithshme të nënshkurtit, ka garu me një program të qartë edhe me qëndrime të qarta sa i takon bashkëpunimit politik. LDK-ja, për mungesë besimi dhe duke pasur parasysh stagnimin 4 vjeçar të vendit, pra të 4 viteve shkuara, kam fjalën për rrezikimin e aleancave strategjike, të sigurisë nacionale, rrezikimin serioz të demokracisë dhe të lirisë shprehjes, atakimin e institucioneve të pavarura kushtetuese, mos respektimin e vendimeve të këtyre institucioneve dhe mbi të gjitha polarizimin e thellë shoqëror, e ka vlerësuar të pamundur bashkëpunimin me lëvizjen vetëvendosje me zotin Kurti. Por sot vendi është në krizë të thellë. Është krizë e thellë institucionale, kryesisht për shkak të dështimit të partisë së parë që të krijojë partneritete politike për krijimin e një shumice. Dhe zgjidhjen nga kjo bllokat, LDK-ja e konsideron si të domosdoshme të rëndësisë nacionale për Republikën e Kosovës. Dhe në përputhje me këtë, LDK-ja dhe unë si kryetari i saj propozojmë nisjen e një procesi të ri politik. Dhe kjo zgjidhje kërkon edhe përgjegjësi, edhe unitet, po mbi gjitha kërkon edhe vetdije të lartë politike nacionale në vend. Dhe në përputhshmëri me këtë, LDK-ja propozon nisjen e këtij procesi fillimisht konsultativ me të gjitha partitë politike shqiptare, me qëllim formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit.